FC Bashkimi 1947 informon opinionin publik se më datë 10 janar do të nisë zyrtarisht faza përgatitore në kuadër të vazhdimit të sezonit garues. Faza e parë përgatitore do të zhvillohet në Kumanov, ku ekipi do të qëndrojë deri më 23 janar. Pas përfundimit të kësaj faze, nga data 23 janar deri më 4 shkurt, ekipi do të qëndrojë në Kroaci, ku do të realizohet faza e dytë përgatitore. Qëllimi i kësaj periudhe përgatitore është rritja e nivelit fizik, taktik dhe organizativ të skuadrës, me synim paraqitje sa më cilësore në vazhdimin e sezonit dhe përmbushjen e objektivave të klubit. Gjithashtu klubi njofton se në ditët në vijim do të bëhet prezantimi zyrtar i prurjeve të reja, që do t'i bashkohen skuadrës për pjesën e mbetur të sezonit. Kujtojmë se Bashkimi, me përfundimin e pjesës vjeshtore në 16 ndeshje të zhvilluara, ka grumbulluar 22 pikë dhe pozicionohet në pozitën e 6 në tabelën e klasifikimit. Në xhiron e 17, që fillon me 10 dhe 11 shkurt, Bashkimi është mysafire e Sileksit në Kratov.